si Ja pra një që nuk kandidate. akuzojmë për sulm ndaj kuvendit. Për çfarë Pra akuzojeni kjo dhe është si e pavërtet. shkruajtësa? Ne akuzohemi që 10 vite për mbajtje pronësi. Pra të gazit të cjellës. Pra Të s'është cilën keni sulm gjuajtur në ndaj kuvend? kuvendit. A keni gjuajtur në Mbajtje kuvend? pronësi nuk është A keni gjuajtur në kuvend? Nuk është gjuajtje mbajtje A keni pronësi, nuk gjuajtur është përdorimi i gazit të cjellës. Apo e bëjmë intervistë dhe basimin debat o ti Jam kolegës. gazetare Ne kemi bërë prokurore, debat, debat po ju po bëjmë debatën ne me këtë media Pra ju të lutem që para se bëjmë të bëni debat, pyetje po bëjmë debat tjetër. të merrni informacionet e duhura dhe pastaj mi adresoni pyetjet. A ka të tjera që Gjëna lidhen me Xhiu si kuvendin? vlerësoni veprimet në veri të policisë dhe ai më të rrezikum sigurisht nga veprimet e Për tilla çështje të tilla ju terroriste. lutem kontaktoni me ministrin Sveçla. A keni pyetje që lidhen me kuvendin e Kosovës? Po, cilat janë veprimet që keni bë për me pas një ndryshim në tentimin e 37? Deri në infinit ti je kandidat edhe pranosh. Atëherë, siç e pat, edhe një seancë e radhës ku deputetët e opozitës as sot nuk votuan as për, as kundër dhe as abstenim. Pra është rrethana e njëjtë, është situatë e njëjtë, veprimet e njëjta të papërgjithshme të deputetëve të opozitës. Ne kemi qenë të gatshëm në vazhdimsi që të japim kontributin ton që kjo situatë të përmbyllet pra me konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Për në anën tjetër ka munguar vullneti i deputetëve të opozitës për të dhënë kontributin e tyre në këtë drejtim. E ritheksojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi të gjithë bashkë, që të jemi të gjithë të unifikuar, që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. E kemi obligim, e kemi përgjegjësi para qytetarëve të Republikës Kosovës që të japim kontributin tonë në këtë drejtim. Po ashtu urojmë që gjatë kësaj jave të dalë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese në raport me kërkesën që kanë dërguar AK-ja dhe disa deputet të LDK-s dhe një nga PDK-ja. Ne nuk mund të paraqykojmë se si do të jetë vendimi i gjykatës, por sidoqoftë është e rëndësishme që ai të dalë sa më shpejt. Zonja Xhiu, për 40 orët e fundit nga shtuna keni bërë përpjekje mu taku me gjetë zgjidhje me partitë opozitare, ose qoftë edhe përmes takimeve, qoftë edhe përmes telefonatave. A ka hapa konkret nga lëvizja dhe vendosja? Kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes, i ka ftuar të dyja partitë politike, edhe PDK-n, edhe LDK-n, për të diskutuar situatën aktuale. Natyrisht me LDK-n ka qenë situata tjetër ku ne i kemi ftuar për marrëveshje politike, por në anën tjetër ka pasur përgjigje refuzuese. Pra, gjithçka që është bërë nga ne në raport me procedurat e Kuvendit të Republikës Kosovës, por po ashtu edhe me ftesat për takime ne kemi adresuar, por në anën tjetër ka munguar vullneti politik. Ju e dini që ka pasur edhe një përpjekje të presidentës Osmani, ne kemi thënë që nëse ftohemi sërish, ne do të vazhdojmë të shkojmë sërish. Pra, takimet që do të mbahen ne do të jemi prezent, por nuk po valet vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Pra, kontributi i vetëvendosjes për momentin po është i pamjaftueshëm në kuptim të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, por që ne i kemi bërë të gjitha veprimet që i kemi, si me thënë, obligime kushtetuese.